Allahu mandushëm i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, kul, në një kohë siç na thot edhe ne, thuaj, innama ana basharun mithlukum, unë jam thjesht një njeri si puna juaj. Por ndryshimi është se juha ilej. Ndryshimi është se mua më zbret revelat. Cila është ajo që më zbret mua? Se Allahu mandushëm është i vetëm dhe i pashoq. Femen kane yarju liqa rabbi. Prandaj ai i cili me të vërtet synon takimin me Allahun e mandushëm, synon të takohet me Zotin e gjithësisë, pra e shpreson këtë takim, feljamel amelan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, le të punoj punë të mirë dhe mos i bëj shok Allahut të mandushëm. Synimi i ekzistencës së njeriut i gjithë i papërjashtim është jeta me Zotin e gjithësisë. Allahu mandushëm urdhon e thot në Kur'an, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e mandushëm, i cili nuk ka shok, dhe për këto jam urdhëruar edhe unë i pari i muslimanëve. Mirë po, pyetja e madhe është çka i mundson njeriu që gjithë jetën e tij ta ketë për Zotin, edhe të brendshmën edhe të jashtmen, edhe të menduarit e tij, edhe të ndjerit e tij, domethënë emocionet e tij, edhe sjellja dhe edukata e tij dhe qëndrimet e tij. Pra, ky qëllim është qëllim gjithëpërfshirës që përfshin të gjithë aspektet e jetës njerëzore, edhe të jashtme edhe të brendshme. Domethënë njeriu si qenie, po edhe njeriu si akt, edhe si veprim. Kjo është synimi madhor i ekzistencës së njeriu. Pra të jetojë me Zotin me të gjithë sekondat e jetës tij. Mirë, pikërisht kjo ka nevojë të përgjigjemi pyetjes se ç'është ajo forcë që na e mundson në këtë gjë. Janë dy koncepte madhore nga ku buron forca jonë për të jetuar gjithmonë me Zotin. Koncepti i parë, atë që ne e theksojmë, siç e kemi thënë 17 herë në ditë tek surja Fatiha, se Allahu mandushëm është Zoti i gjithë botrave dhe është ai i cili nga ku buron krijimi dhe veprimi. Domethënë të gjithë botrat janë prej Zotit dhe asgjë nuk ndodh në botë përveç se me lejen e Allahut të mandushëm. Dhe rruga jonë drejt tauhidit apo njësimit të Allahut mandushëm kalon nëpërmjet rrugës tonë tek bindja se gjithçka që ekziston dhe është dhe vepron është prej Allahut mandushëm dhe vetëm prej Tij. Dhe vetëm prej Tij. Ky koncept në vetvete mund duket koncept i thjeshtë. Fatikisht është koncepti i koncepteve. Është koncepti nga ku burojnë të gjitha konceptet për ekzistencën dhe për qenjen. Pa dashje njeriu, kur e pyet për shembull, a ka zot tjetër veç Allahut mandushëm? Thotë jo, nuk ka. Allahu mandushëm është i vetëm. Mirë, po kur shikon në jetën e përditshme dhe analizon, si më thanë, veprimin e njeriut, konstaton se brenda ti, ose në mendjen e ti, ose në psikologjinë e ti, ekziston edhe një Zot tjetër veç Zotit, veç Allahut mandushëm. Por ndryshe, në mendjen e ti nuk do të ekzistonte vetëm koncepti se Allahu mandushëm është krijuesi i gjithçkaje. Por brenda ti do të vepronte edhe koncepti se Allahu mandushëm është vepruesi në gjithçka, dhe asgjë nuk ndodh përveç se me lejen dhe me urdhrin e tij. Dhe në momenti kur bëhen bashkë këto dy koncepte dhe shndrohen në bindje, atëherë jeta e njeriu e gjitha mund të jetë për Zotin. Një nga shirqet ose shokvurjet më të rënda në jetën e njeriu është shirku i sebepeve. Shirku i sebepeve. Pa dashje njeriu i atribuon shumë gjëra në natyrë kujt? Ligjeve natyrore, fenomeneve natyrore. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, u zgjuan në një ditë, pra pejgamberi ishte në një ekspedit. U zgjuan për të falë sabahun dhe tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, pasi gjetën konstatuan se kishte rarë shi, tha sot një kategori është gdhi njësues në Allahut mandushëm, mu'min, pra besimtar, njësues, dhe një kategori është gdhi mushrik, shokvurës ndaj Zotit. I thanë si o pejgamber? Tha ai i cili tha
që shiu sonte na ka ra ose na paska begatu Allahu manushëm sot me shi, ai është gri besimtar. Dhe ai i cili tha për shkak të pozicionit të filan ylli apo filan planeti sot na ka ra shi, ai është gri mushrik, politeist. Pra kur njeriu e shndron në bindje se jo vetëm ekzistenca, por edhe gjithçka që ndodh në ekzistencë, dhe çdo lloj veprimi dhe çdo lloj ngjarje që ndodh në ekzistencë, është prej Allahut manushëm dhe nuk mund dali nga kufit e vëmendjes Zotit dhe veprimit të tij dhe dëshirës së tij, atëherë jeta e njeriut mund të shndrohet e gjitha për hatër të Allahut manushëm, Zotit i gjithësisë. Dhe përfiturohet se sa forcë dhe dritë i jep besimtarit në mendje dhe në shpirtin e tij dhe në jetën e tij kjo lloj bindje. Ajo që ka na mundon në jetën tonë të përditshme është marrëdhënia me ngjarjet ditore. Na konsumojnë për ditë. Unë kisha të drejtë, por filani ma bëri kështu, unë kisha të drejtë, por ai ma bëri kështu, ai më tha kështu. Për shembull, një nga problemet kryesore me cilat përballemi në aktualitetin tonë është problemi i padrejtësisë. Është problemi i padrejtësisë. Edhe kur i qasim i vëllezër padrejtësisë në tokë, në mënyrë thjesht horizontale, gjithmonë do ta ndjem veten inferior. Sepse në përgjithësi zullumi gjithmonë ka qenë më i madh, më i dukshëm se sa e drejta. Po kur e drejta ka arritë që ta ndryshojë zullumin, kur e ka lidhë me Zotin, që aspekt? Në aspektin e asaj sa asgjë nuk ndodh në faqetheut pa vëmendjen e Allahut manushëm. Po çfarë thot Allahu manushëm? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e mendo Allahun e manushëm të pavëmendshëm dhe gafil ndaj asaj që ka bëjnë të padrejtët. Innama nuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, por sa Allahu manushëm i vonon në ditë, deri në ditë ku do zgurdullojnë sytë e tyre. Wa yakiduna kaydan wa akidu kayda. Ta bëjnë komplote kurse unë a kthej komplotin atyre kundër tyre. Inna rabbaka labil mirsad, me të vërtetë Allahu manushëm gjithçka e ka në frengji, domethënë e ka në kontroll të plot. Dhe kur i lidhin fenomenet me Zotin, me cilësitë dhe me atributet e tij, dhe me madhështinë e tij dhe me bindjen se gjithçka Allahu manushëm e ka në vëmendje dhe në kontroll, atëherë lehtësohet edhe marrëdhënia me to, dhe besimtarit i del për detyrë thjesht çfarë? Të bëj sebepet dhe shkaqet, bëj sebepet. Të tjerat i sjell Allahu manushëm. Pra theksuan pak më sipër se një nga problemet kryesore ose një nga fenomenet kryesore të shirkut kush është? Është shirku i sebepeve, shirku i shkaqeve. Pa kuptuar njeriu lidh marrëdhënie të drejtë për drejta me ta. Dhe natyrshëm ndodhet ajo pakënaqësia, të cilën jo në pak raste e ndjejmë. Për shembull në jetën e përditshme, kur angazhohemi me rrezikun, punojmë dhe lodhemi duke pas pritshmëri të caktuar. Dhe kur këto pritshmëri nuk i arrim, fillon pakënaqësia e brendshme dhe lodhja e brendshme. Ndërkohë që nëse aktivitetin ton ditor do ta lidhim me Allahun e manushëm, dhe ne do kthjellohemi se ajo që ka bëjmë gjatë ditës nuk është gjë tjetër përveç se zbatojmë shkaqet, dhe në fund të ditës do marrim atë që e ka caktuar Allahu manushëm. Kjo do të na mundsojë që të shijojmë edhe aktivitetin ton ditor në marrëdhënie me shkaqet gjatë ditës, po edhe në fund të ditës do kënaqemi, do themi çfarë? Ka që ka shkruajtur Zoti dhe do ta shijojmë edhe atë mirësi, të cilën e kemi arritur fund ditës. Sepse sado sprova të kemi në jetë edhe në aspektin material, ajo me cilën na ka begatuar Allahu manushëm është shumë më e madhe se sa ajo çka nuk e kemi. Si tha Urwa ibn Zubairi radiallahu anhu ardahu, të cilit i vdiq djali dhe para se të merrte vesh i ka vdek djali, ja pren edhe këmbën sepse kishte cmur. Dhe ja dhan të dy lajmet, pra, një lajm e kishte sepse kishte kamën, kur ja dhan edhe lajmin e djalit, tha: "O Allah i manushëm, faleminderit. Më dhe 4 gjymtyr, ma more 1 kelan 3. Më ke dhënë 6 djem apo 6 fëmijë, ma more 1 kelan edhe 5 të tjerë." Shiko me i fjalë se çfarë i mundson njeriu lidhja e jetës së përditshme
me Allahun e Madhnueshëm, lidhja aktivitetit ditor me Allahun e Madhnueshëm. Kjo është tauhidi. Kjo është tauhidi. Pra vëllezër dhe motra, tauhid nuk do të thotë kategorizime teorike, abstrakte. Shirk nuk do të thotë kategorizime abstrakte, teorike, por tauhid do të thotë me fjalë me e unifiku jetën me Allahun e Madhnueshëm, dhe shirk do të thotë që disa aspekte të jetës mos i jetosh me Zotin, mos i konceptosh me Zotin, por ti konceptosh në mënyrë të në marrëdhënie të drejtë për drejtë me ta, ndërkohë që gjithçka që ekziston është për Allahun e Madhnueshëm dhe vepron me Allahun e Madhnueshëm. Qulu ma tasmauna wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. U pyet Fudail ibn Iyadi tek ajeti kuranor që cituam në fillim të hutbes, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dhe ai I cili synon kënaqësinë Allahut të Madhnueshëm apo takimin me të, le të punoj punë të mirë dhe mos I bëj shok Allahut të Madhnueshëm. As kërkon. E pyetën se ç'është puna e mirë, me al-amal as-salih. Qala ahsanahu wa aswabahu. Tha puna e mirë është ajo që është ma perfektja, ahsanahu, ma e përkrymja, ma e bukura, ma e hishmja dhe ma e drejta. Dhe e pyetën ma ahsanahu, po ç'është ajo puna ma e hishme, ma e plotë, ma perfekte? Qala ma kana lillah, tha ajo çka është për Zot, për Allah. Wa ma aswabahu, po çka është ajo ma e drejta? Tha ajo punë që bëhet sipas metodës që ka bërë pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam. Muji I Ramazanit ndryshe është muji dhe I trajnimit ose I stërvitjes dhe I përgatitjes dhe I aftësimit për të jetuar me Zotin dhe për të kryer punë për Allahun e Madhnueshëm, Zotin e gjithësisë. Mos harojmë se dikush hyn në xhennet për shkak se largon një pengesë nga rruga. Dhe këto hadithe xhamati nderuar janë të madhnishme dhe duhet më ndal gjatë me ta. Nuk do të na fusin punë ne në xhennet ditën e Kiametit sasia e madhe e punëve tona. Mund të jetë sebeb largimi një shkopi nga rruga ose një guri. Mund të jetë sebeb një selam që I kemi dhënë tjetrit. Mund të jetë sebeb një inkurajim që I kemi dhënë tjetrit. Dhe sa shumë nevojë kemi sot si popull, veçanërisht brezi I ri, për t'ia thënë një llaf mirë, për t'i dhënë zemër. Sepse jetojmë në kohën e kujt e pesimizmit të madh dhe të frymës të madhe negative. Mund të hyjë tjetri në xhenet për shkak një qeni, siç ka një. Mund të hyjë tjetri sebeb sepse konstatoi që filani nuk është mirë ose e ka një hall dhe I shkoi tek dera dhe I tha, "Ke unë ka hallin tënd." Mund të hyjë sebeb sepse I ka marrë telefonat vllaun e vet, motrën e vet, apo I ka bën një vizitë me fjalë dashamirit vet, apo I ka bën një respekt, një dhuratë vogël nanës vet dhe babës vet. Në krahun tjetër Allahu na rujt, mund të përfundojë njeriu në xhenem për një veprim shumë të thjeshtë, por që nuk ka qenë për Zotin e gjithësisë, për Allahun e Madhnueshëm. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, rubbe kalimatin yaquluha al-insan min ridha Allah subhanahu wa ta'ala la yulqi laha balan yadkhulu biha al-jannah. Mund ta thot dikush një fjalë, për aty në fjalëve që kënaqin Zotin, dhe mund ta thot pa vëmendje fare, pa I kushtuar vëmendje. Me atë fjalë shkon në xhennet. Një fjalë ka thënë. Një fjalë. Mund ta ketë thënë pa vëmendje. Për fjalëve të mira që kënaqin Zotin, shkon në xhennet. Mund ta thot një fjalë keqe për aty në fjalëve që zemrojnë Allahun e Madhnueshëm. Mund ta thot pa vëmendje, me pa përgjegjësi. Ajo mund bëhet sebeb që hyn në xhenem. Thot pejgamberi, dakhala rajulun al-janna fi dhubaba wa dakhala rajulun an-nar fi dhubaba. Një burr tha hyn në xhenet për shkak të një mize dhe dikush tjetër tha një tjetër hyn në xhenem për shkak të një mize. I thanë si o pejgamber. Pra shikoni sa e holl është çështja e tauhidit edhe e shirkut. Pa shikoni në çfarë perfeksioni na fton Allahu më Madhnueshëm, fisnikrie, dlirësie dhe përsosmërie. Se kjo është feja. Xheneti është I shtrenjtë. I thanë si o pejgamber, paganët kapën dikë dhe I thanë bëj kurban për idhujt tanë. Ja ku I ke kurbanët, bëj kurban. Tha asnjëherë. Sa bëj kurban për asnjëherë. Bëj diçka të vogël, asnjëherë, I kes të vogël, asnjëherë. Një miz, asnjë miz tha nuk e bëj kurban. Vetëm se për Zotin. E vran, hinin në xhennet. Kapën dikë tjetër I thanë,
bëj kurban. Për idhujt tanë, zbëhet fjalë. Bëj diçka, as bë një miz, po më tha, një miz, sepse ai pa kuptuar mati Zotin me çfarë? Me mas, me pesh. La yanal Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu nuk shkon as mishi i kurbanëve tuaj, as gjaku i tyre, por arrin kush devotshmëria. Tha pa mas edhe një mis, tha e bëj për kurban, për hatër të idhujve tuaj. Shkojnë në xhehenem. Ikun në xhehenem. Për ta përmbyll o xhamat, çështja e tauhidit nuk është çështja e kollajt. Shirku i madh. As kërkush për besimtar, thot pejgamberi alayhis salam. Inna shaytana qad ya'isa an yu'bada bayna al-mu'minin. Shejtani i ka humbur shpresa se mund të adhurohet mes besimtarëve. Pra, një besimtar që nuk kokon sejdë asnjëherë nuk ka gjasa të shkojë tek idhujt me i fjalë të përkulet. Mirë po, haron njeriu se ka idhuj shumë. Dhe idhujtarit me i fe janë të shumta, dhe pa kuptuar njeriu bie prej e tyre. Një djalë i ri kishte marrë vesh se në skajet e qytetit po adhurohej një PM, edhe e mori spatën. U nis me vrudhë me sinqeritet, i doli shejtani përpara në formë njeriu dhe i tha ku po shkon? Tha atje, tha po adhurohet një PM, tha du me e pre, me i shpëtu njerëzit nga shirku. Po tha shif punën tënde, ajo tha është puna ime. E rëndësishme u kacafytën me njëri tjetrin dhe u kacafytën dhe sa e kacafyteshin apo ziheshin, pra trupem trup, arrin të dialogshi me mund shejtanin. Tuç. Dere ndark u bonat. Shejtani nuk lodhet ndonjëherë. Asnjë nuk lodhet shejtani. E pyetën dikë prej tabiinëve, a flen shejtani ndonjëherë? Tha po të kishte flet, tha nuk do na kishte trem, tha në gjumë. Nuk flen asnjëherë, kujdes. Të nesër më ndoli prap me të njëjtën entuziazëm dhe zell, i doli shejtani përpara. Prapë një të gjë, mi po çuditë shejtani, si ka mundësi. Ky arrin me mund, mi po deri ndark arritë me amar kohën. Të nesër më tha shejtani do përdor një stil 3. Doli ky djalosh dhe i tha dëgjoj, a bëjmë një pakt bashk, një marrëveshje. Po haj tha. Dëgjoj, ti tha je muwahhid, njëri që i bën tauhid Allahut mëndush, e njëson Zotin për vete. Po i tha. Merri tha këto verdhushkat 10 dinar. Edhe shif punën tënde, tha mos u merr me atë pemën atje por. Tha ky me vetë dëgjoj tha, unë tha 2 ditë 3 dola, ky me fjalë edhe pse e munda, ky nuk më la. E lan me se e lan më është kjo punë. Ky djalosh haroi me fjalë se roli besimtarit faqedeut nuk është thjesht ndryshimi i të keqes, është pozicionimi. Me kë pozicionohesh. Sa ti marr këto verdhushka, tha i shijoj, tha atje me fjalë dhe e rëndësishme i futin ndër rrestik, edhe her pas here i shikon ato verdhushkat. Mi pa ato verdhushkat nuk rinë aty, fillon njëra pas tjetër duke u konsumu. Edhe pasi mbarun, i erdhi shejtani këtij. I tha, tha po verdhushkat mbarun tash. Ajo pema atje, edhe ky u ngrit me zell e mori spatën, u nis. I tha shejtani doli rrugë, ku po shkon? Tha të pres pemën. Nuk e pret dot tha. Jo e pres, e kapën. U kapën me një tjetër. E rrëzoi shejtani tashmë. Tuç. Ky u çudit si ka mundsi, prap, tuç. I tha si është e mundur, tha që 2 herë të para të munda, këtë herën e tretë tha më munde, sepse tha 2 herë të para tha dole për Zotin, herën e tretë tha dole për verdhushkat.